Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Kelly zbulon çfarë i tha Olsi pasi takoi Eglin në shtëpinë e famshme. Ish banori këngëtari Kelly ka qenë i ftuar sot në një emision ku ka komentuar zhvillimet më të fundit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Një nga momentet më të diskutuara ka qenë padyshim takimi mes Eglit dhe ish të dashurit të saj, aktorit Olsi Bylyku. Gjatë bisedës me moderatoren e njohur, Kelly ndau detaje nga ky takim, si dhe një bisedë që kishte pasur me Olsin para ngjarjes dhe pas saj. Egli ishte më tepër në siklet edhe Olsi ishte pak i kontraktuar në fillim, se pastaj biseda mu duke natyrshme. U shpreh Kelly duke shtuar se ishte një moment i bukur dhe i rrallë për ekranin shqiptar. Ai tregoi gjithashtu se një ditë pas takimit kishte komunikuar me Olsin. Ishte shumë i qetë, ndjej mirë, dukej sikur ka nxjerrë diçka nga vetja për atë që mendonte. Sigurisht që atë që ka menduar e ka thënë. Ishte një mesazh shumë i mirë për njerëzit se si duhet i menaxhojnë një ndarje, një gjë që ka kaluar dhe mundohen të marrin më të mirën prej saj. Kelly shtoi se takimi u zhvillua me mbështetjen e partneres aktuale të Olsit, e cila ishte një nga shtysat që ai të pranonte të përballej me Eglin në shtëpinë e famshme.